një sqarim. Nëse në këto 7 komuna zgjedhen kryetar kandidatët që aktualisht kanë probleme me ligjin dhe do të ketë verdikt gjatë mandatit qeverisës në nivel lokal, ç'a ndodh me këta kryetar? Tash të nis prej proceseve gjyqësore që po zhvillohen dhe kozgjatjen e tyre, nuk mundemi me thonë që ndoshta gjatë 4 vjeçarit kanë përfunduar këto procese gjyqësore për këta individ. Apo kuptoni? Mund vonohen më shumë. E para çështja është që mund të kemi vonisa. Dhe për këtë arsye nuk mundemi me prit ne vendim të formës së prerë ndoshta gjatë asaj periudhe. Thash edhe një herë, përpilimi i aktgjykimeve në rastet komplekse merr kohë. Për shembull, tek rasti i Samil Ushtakut dhe të tjerëve. Ne mund, sepse çështja është në gjykim, ne nuk e dimë verdiktin final të gjykatës. Për këtë arsye mund të kemi ndoshta një aktgjykim lirues. Mund të kemi ndoshta një aktgjykim dënues, nuk i dihet. Për faktin sepse jemi në procedurë dhe tash përpilimi i aktgjykimit në rastin e tillë merr kohë sepse ka pas një numër të konsiderueshëm të provave, ka pas një numër të konsiderueshëm të dëshmitarëve. Ato prova duhet më elaboru, duhet më arsyetu aspekti ligjor, kuadri ligjor, dhe për këtë arsye gjitha këto rrethana marrin kohë tek këta kandidat. Për këtë arsye, mirë po, sistemi gjyqësor duhet me pas parasysh që rastet e tilla me vjetërsi duhet i trajtoj tërësisht me prioritet. Duhet me respektu strategjinë për prioritizimin e landëve, që ka marrë Këshilli Gjyqësor i Kosovës, që përfaqëson një dokument shumë të rëndësishëm ku i prioritizon lëndë të cilat kanë prioritet krahasim me lëndët e tjera dhe mi trajtu këto lëndë, sidomos rastet që kanë interes publik. Sepse ndoshta realisht vetë gjyqësori tregon edhe fytyrën e vet dhe dëshmërinë e vet tek rastet që kanë interes publik. Tash përjashto burgun, nëse ka vendim për dënim me burg, kur ka gjob ose çështje të tjera, kusht ose diçka në formë të dënimit, a duhet kryetari t'ia dorëheqë, ai humbet mandati? Tash procedura politike në 30 i ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, sepse do të pas parasysh, tek ligji për zgjedhjet lokale nuk specifikohet përshtatshmëria e kandidatëve. Për këtë arsye zbatohen përshtatshmërisht dispozitat ligjore të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, që flet për parlamentin. Dhe tash tek paragrafi 2 thot paragrafi 1, secili person me të cilit paraqitet në listën e votuesve është i aftë për certifikim si kandidat, përveç nëse ajo në Republikën e Kosovës ose jashtë saj është dhe lidhet me dënuar në 3 vjetët e fundit me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepra penale me 1 ose më shumë vite burgim efektiv. Sepse ne mund të kemi burgim me kusht. Tash kur kthehemi në atë listë e kandidatëve knina, që i kemi publikuar në raport, të gjithë janë të dënuar me gjob. Nuk kemi dënim me burgim efektiv. Dhe kaq dispozita ligjore e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme thotë